Programi i rijetësimit të kullave, një nismë që lidh trashëgimin, turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në veri, po zgjerohet me përfshirjen e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Fakultetit të Arkitekturës. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, i pranishëm në aktivitetin e organizuar për prezantimin e kësaj faze të re në Malsinë e Madhe, tha se ky program synon të mbrojë dhe të rijetësoj një nga elementet më përfaqësues të identitetit kulturor në Shqipërinë e Veriut. Në të njëjtën kohë ai kontribon në kthimin e kësaj trashëgimie në një aset me vlerë për zhvillimin ekonomik, social të komuniteteve lokale, dhe këtu duhet të ndalemi shumë fort se kjo është një tjetër pjesë e rëndësisë të jashtëzakonshme që ka programi, dhe aktualisht puna është e fokusuar në ndërtimin e një baze plot të dhënash në përgatitjen e një plani veprimi konkret, sepse nganjëherë kur e nis nxituar, kur e nis me dëshirë të madhe, me vullnet të madh, po jo mirë, punët nuk dalin mirë. Sipas Gonxhës, deri tani janë inventarizuar dhe dokumentuar 523 kulla, duke përfshirë elemente arkitekturës, etnografisë, trashëgimisë kulinare dhe potencialit turistik. Po sidomos edhe nga pikpamja e potencialit turistik, pra dhe ndërveprimi i tyre me zona dhe me qytezat apo fshatrat apo lagjet ku ato ndodhen, është ngritur një platformë digjitale dhe një instrument i vërtet planifikimi dhe vendimarrje pason për këtë gjë. Programi parashikon kalimin në zbatimin e plot gjatë periudhës 2027-2029. Kjo fazë përfshin angazhimin buxhetor të ministrisë me një planifikim fillestar prej 400.000 euro për vitin 2027. Paralelisht do të nisë zbatimi i programit kombëtar 3 vjeçar, i cili do të fokusohet në restaurimin, funksionalizimin dhe integrimin e kullave në rrjetin turistik kombëtar.